Prokuroria speciale konfiskon dokumente nga regjistri qendror. Gjykata thot se nuk ka dhënë leje për bastisje. Arrestohet në Serbi ish numri 1 i doganave të Maqedonisë Dragan Daravelski, pritet ekstradimi i tij në Shkup. Kreu i komunës Qendër Andrej Zhenovski thot se 3 përmendoret shqiptare po keq përdoren për taktizime politike. Në vend se për infrastruktur, komunat shqiptare shfrytëzojnë IPA fondet për fushata dhe edukime. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet qendrore në televizionin Shenja. Prokuroria speciale me asistencë të njësitit policor Alfa Bastisi regjistrin qendror dhe mori një pjesë të dokumenteve mbi pronësi kompanish, transferta parash, por edhe raportet vjetore financiare të cilat i nevojiten për hetime, pasi ky i fundit nuk ju përgjigj kërkesës së tyre brenda afatit 30 ditor. Gjykata themelore Shkup 1 ka quajtur aksionin e speciale si sken Hollywoodi dhe ka mohuar se është dhënë leje për bastisje. Prokuroria speciale Katica Janeva ka siguruar dokumente nga regjistri qendror me asistencë policore të Alfave, pas një alarmi se ky regjistër është mobilizuar për të zhdukur dokumentet që i ka kërkuar Prokuroria speciale. Hetuesit e Janevës kanë marrë vendim gjyqësor për bastisje në orët e vona të mbrëmjes dhe kanë qëndruar aty deri në orët e hershme të mëngjesit në ndërtesën e blinduar nga policia. Nga Prokuroria speciale nuk deshën të japin më shumë detaje se për cilin e rast po mblidhen dokumentacionet, por mësohet se teksa po bëhej bastisja, policia ka sjellur edhe drejtorin e regjistrit. Nga Prokuroria speciale thanë se është siguruar vetëm një pjesë e dokumenteve të nevojshme dhe ditëve në vazhdim presin edhe dorëzimin e dokumenteve të tjera, pasi që bëhet fjalë për dokumente voluminoze. Prokuroria speciale dje mori dokumente nga regjistri qendror, i cili nuk ju përgjigj kërkesës tonë brenda afatit 30 ditor. E vetmja gjë që bëri regjistri ishte që të na njoftoi se kërkesa është e paqartë, edhe pse disa herë hetuesit dhe prokurorët kanë komunikuar nëpërmjet telefonit për të shpjeguar se çfarë kërkojmë. Dje regjistri qendror na dorëzoi një pjesë të dokumenteve që i kërkuam, duke marrë parasysh vëllimin e dokumenteve. Gjatë ditëve në vazhdim do të merret i gjithë materiali. Gjykata themelore Shkupi 1 e ka quajtur aksionin e mbrëmshëm të speciale si sken Hollywoodi dhe ka mohuar se është dhënë leje për bastisje. Është lëshuar vendim për marrje të dokumenteve nga regjistri qendror, ndërsa leje për bastisje nuk është kërkuar fare. Gjykata themelore e Shkupi 1 nuk do të komentojë aksionin e djeshëm të prokurorisë speciale dhe taktizimin e tyre për të bërë kurth dhe prit institucioneve. E gjithë kjo duke u thirrur në vendime gjyqësore dhe paraqitje anonime, që më së shumti ngjasojnë një skenari hollywoodian, sesa funksionimi serioz dhe të përkushtuar të një institucioni siç është Prokuroria speciale. Aksioni i Prokurorisë speciale në regjistrin qendror ka filluar dje para se të përfundojë orari i punës, por të punësuarit në këtë institucion kanë refuzuar t'u japin hetuesve dokumentet që i kanë kërkuar. Menjëherë pas largimit të hetuesve, dikush nga regjistri qendror ka alarmuar specialen se po përgatitet largimi dhe zhdukja e dokumenteve që i ka kërkuar ajo. Kjo ka nxitur ekipin e Janevës që menjëherë të kërkojë leje gjyqësore për bastisje në mënyrë që të pengohet zhdukja e provave. Edhe pse nuk kumtohet se për cilin rast po mblidhen provat, do të numërojmë disa prej llojeve të dokumenteve që i posedon ky regjistër. Prokuroria mund të gjejë dokumente mbi pronësi kompanish vendore apo offshore, transferta parash, por edhe raporte vjetore financiare për fitimin e realizuar të kompanive, por edhe të mediave dhe partive politike. Janeva disa herë u ankua për mungesë bashkëpunimit të institucioneve, por ky është rasti i parë që të vije deri tek dokumentet e kërkuara me asistencë të policisë. Kohë më parë ekipi i Janevës së bashku me policinë bastisi shtëpinë të dyshuarit për lëshim të letërnjoftimeve false Munir Pepić. Ka reaguar edhe regjistri qendror, i cili ka mohuar të gjitha pohimet e speciales për fshehje apo tentim për zhdukje të dokumenteve të caktuara. Madje nga ky regjistër kritikojnë qasjen e Prokurorisë speciale për bastisje, duke theksuar se asnjëherë më parë dikush nuk u ka prishur imazhin në këtë mënyrë. Nga regjistri thonë se baza elektronike e tyre ka qenë e hapur vazhdimisht për Prokurorinë speciale. Nga ky institucion arsyetohen se nuk e kanë pasur të qartë kërkesën dhe kanë kërkuar shpjegim dhe në vend të përgjigjes së qartësuar, specialja u ka ardhur me polici për të marrë dokumentet.
Në Serbi herët në mëngjes është arrestuar ish drejtori i drejtorisë së doganave Dragan Daravelski, për të cilin ishte shpallur flet arrest nga ana autoriteteve të Maqedonisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme konfirmuan arrestimin dhe sqaruan se po rrjedh procedura për ekstradimin e tij. Arrestimi është në bazë të fletarrestit, i cili është lëshuar para disa viteve, por autoritetet në Beograd deri më tani nuk e kanë realizuar. Daravelski është dënuar në Maqedoni me akt vendim fuqiplot nga gjykata, sepse gjatë kohës që ka qenë drejtori i drejtorisë së doganave e ka keqpërdorur pozitën zyrtare dhe ka kryer malverzime financiare me të cilat e ka dëmtuar buxhetin. Para disa viteve, Daravelski kaloi një kohë të caktuar në burgun ekstradues në Beograd, por ndërkohë u bë shtetas i Serbisë dhe nuk ishte dërguar në Maqedoni. Komisioni parlamentar sërish nuk debatoi rreth raportit të prokurorisë speciale. VMRO-ja ka ngul që Janeva të jetë prezente gjatë shqyrtimit të raportit, ndërkaq LSDM-ja ka kërkuar që edhe kryeprokurori Zvërlevski të arsyetoj për mbajtjen e raportit të tij të lëshuar 9 muaj më parë. Kryetari i Komisionit për Sistem Politik Vlatko Gjorqev refuzon të shqyrtoj raportin e Katica Janevës derisa ajo të vijë. Seanca e 4 me radhë e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes bashkësive u anulua me komentimin e sjelljes së prokurores speciale si mos respektimi kushtetutës dhe kuvendit. Zato što ne je tuka podnositelot. Duke marrë parasysh se dorëzuesi i raportit nuk është këtu prezent, përsëri nuk do të mundemi ta fillojmë këtë komision. Zonja Janeva duhet të vijë këtu, duhet ta prezantoj dhe arsyetoj raportin që ja ka dorëzuar parlamentit. Në qoftë se kuvendi është jo legjitim, atëherë përse ajo dorëzon raport para një kuvendi që gjoja se është jo legjitim? Përse një kuvend jo legjitim mund të zgjedh apo votoj prokurori legjitime? LSDM-ja ndërkohë bojkotoi seancën e sotme, duke e quajtur prolongimin e vazhdueshëm si tentim për fshehje të frikës dhe shkelje rregullore së kuvendit. Partia opozitare kërkon me ngulm që edhe prokurori publik Marko Zvërlevski të arsyetoj për mbajtjen e raportit të tij të lëshuar 9 muaj më parë. ВМРО-ДПМН сака да го прикрие работењето. Është e qartë se VMRO-DPMN-ja dëshiron ta mbulojë punën e paligjshme të Zvërlevskit, të pengojë debatimin mbi mosveprimin e tij kundër krimeve të pushtetit. Ky mosveprim ishte edhe një prej arsyeve të formimit të prokurorisë speciale. Sipas rregullores së kuvendit, nuk është e patjetërsueshme prania e Janevës për të shqyrtuar raportin. Raporti i Katica Janevës për 6 muajt e parë të punës së saj shkaktoi reagime tek Këshilli i Prokurorëve dhe Kuvendi, që tashmë disa seanca me radhë insistojnë në praninë e saj, por prokuroria speciale ishte decide se nuk do të paraqitet të arsyetoj raportin, pasi nuk ka asnjë obligim ligjor për këtë veprim. Madje sipas saj, raporti që e ka lëshuar është i qartë dhe i thjeshtë dhe përmban gjithçka që Janeva ka për të thënë. Deri më 31 mars duhet të përfundojë kontrolli administrativ, ndërsa deri më 3 prill edhe ai në terren. Në listën e ardhshme zgjedhore sipas KSZ-s, përveç se do të figurojë emri, mbiemri dhe numri i amzës së votuesve, do të jetë edhe fotografia e votuesve dhe se Ministria e Punëve të Brendshme tashmë e ka bazën me fotografi. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve do të fillojë kontrollin në terren të shtunën ose të dielën dhe ata vetëm për 89.000 qytetarë të cilët janë të dyshimt nga kryqëzimi i të dhënave, ndërsa për 107.000 qytetarë tjerë të dyshimt do të bëjë kontrolle administrative përmes të dhënave nga bazat e ndryshme. Kështu thanë anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë bisedës jo formale me gazetarët. Në lidhje me mërgjimtarët, kryetari i komisionit Aleksandr Qiqakovski tha se as pak nuk mendohet që ato të fshihen nga lista zgjedhore, por vetëm do të rikonfirmohen përmes kontrolleve të ndryshme me qëllim që identiteti i tyre të mos keqpërdoret gjatë zgjedhjeve. Në listën e ardhshme zgjedhore, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, përveç se do të figurojë emri, mbiemri dhe numri i amzës së votuesve, do të jetë edhe fotografia e votuesve, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme tashmë e ka bazën me fotografi. Komisioni tashmë punon edhe në softwarein për marrjen e listës nga enti i statistikave. Antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve po ashtu janë marrë vesh se prej mbi 1.800.000 qytetarëve me të drejtë vote, 1.500.000 prej tyre nuk do të kontrollohen në asnjë lloj mënyre. Antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve po ashtu kanë arritur marrëveshje që të mos i kontrollojnë vendbanimet dhe fshatrat tek të cilat nuk ekziston sistem rrugor. Votuesit e dyshim do të fshihen në bazë të mënyrave sipas detyrimit zyrtar, me kërkesë të qytetarëve dhe me kërkesë të partive politike dhe atë me akt juridik, ndërsa nga lista zgjedhore do të fshihen vetëm të dyshuarit që nuk kanë letërnjoftim në shtetësi dhe adresë.
Deri më 31 mars duhet të përfundoj kontrolli administrativ, ndërsa deri më 3 prill edhe ai në terren. Kodi zgjedhor me siguri do të pësojë ndryshime dhe në ndarjen në njësive zgjedhore. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tashmë deri në Ministrinë e Drejtësisë ka dërguar kërkesë për përfshirjen e njësive zgjedhore 3 dhe 6, për shkak se në njësinë zgjedhore 6 ka më tepër votues, ndërsa në 3 më pak se numri i lejuar i votuesve prej plus ose minus 5%. Kryetari i Komunës Qendër Andrej Zhernovski nuk e di se ku gjenden përmendoret e Nexhat Agollit, Pjetër Bogdanit dhe Josif Bagerit, megjithatë premton se nuk do të bëhet pre politikës dhe se do t'i vendos ato nëse sillet ndonjë vendim i tillë. Ai sqaroi se të premten do të vizitohen nga një format i përbashkët i 3 inspektoriateve, qëllimi i të cilëve sipas Zhernovskit është që të bëjnë presion. Vazhdon loja politike me vendosjen e përmendoreve të Nexhat Agollit, Josif Bagerit dhe Pjetër Bogdanit. Kryetari i Komunës Qendër Andrej Zhernovski nuk e di se ku gjenden ato përmendore, megjithatë premton se nuk do të bëhet prej politikës dhe se do t'i vendos ato nëse sillet ndonjë vendim i tillë. Јас не знам во моментов што е со тие споменици, дали се воопшто излејани. Unë nuk e di për momentin se çka po ndodh me ato përmendore. A janë të formuara, ku është problemi me transportin e kështu me radhë. Megjithatë është problemi lënë me qëllim, me tendenca që të futen më shumë sfera të ndryshme përveç sferës së ndërtimit apo vendosjes së përmendoreve. Është mjaft jo korrekte dhe mendoj se duhet të përfundohet me atë procedurë, sepse Shkupi 2014 është shenjë e kësaj qeverie dhe duhet të përfundoj si e tillë. Ai sqaroi se të premten do të vizitohen nga një format i përbashkët i 3 inspektoriateve, qëllimi të cilëve sipas Zhernovskit është që të bëjnë presion. Ai tha se të hollat që janë dhënë komunës për përmendore do t'jepen në momentin kur të arrin të gjitha. Megjithatë, përsëritjes së përvendosjen, ruajtjen dhe përdorimin e tyre, Komuna Qendër nuk ka kompetenca. Sipas tij, këto 3 përmendore janë lënë anash me qëllim që të përdoren për prishjen e marrëdhënieve ndërretnike. Топката е префрлена уште помеѓу двата изборни циклуса. Topi është hedhur qysh në mes të 2 cikleve zgjedhore kur brenda natës i pan rezultatet, ndërkaq tash e shohim se i kanë ditur rezultatet qysh më herët sa votues janë të pavlefshëm. Në atë moment janë vendosur brenda natës të gjitha përmendoret përveç këtyre 3. Shihet qartë se ideja ka qenë që t'i lëmë përmendoret të cilat janë të rëndësishme për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, që të ketë pasoja të mundshme në marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni. Një ditë më parë nga Bashkimi Demokratik për Integrim thanë se këto 3 përmendore do të vendosen në Shkup para zgjedhjeve. Projekti Shkupi 2014 përmban mbi 100 përmendore heronjë e kafshësh, mes tyre edhe të 3 heronjve shqiptar, të cilat edhe pas 5-6 vitesh nuk janë vendosur në qendër të Shkupit. Partia Demokratike Shqiptare ka njoftuar se kohëve të fundit në adresë të partisë kanë bërritur me qindra ankesa nga qytetarë që kanë të bëjnë me kërcënime për shkarkime nga puna, raste korrupsioni, ndërprerjet e energjisë elektrike, si dhe ankesa për gjoba, taksa dhe tatime të mëdha të shqiptuara nga ana e institucioneve shtetërore, si dhe trajta tjera keqpërdorimit të institucioneve shtetërore. Nga PD-SH-ja vlerësojnë se këto presione bëhen me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj qytetarëve për qëllime politike. Friksimi, kërcënimet dhe shantazhet ndaj qytetarëve vazhdojnë të ngelin shqetësimi njëjtë, sikurse edhe partizimi dhe politizimi i skajshëm i institucioneve. PD-SH-ja në asnjë mënyrë nuk mund të toleroj friksimin e qytetarëve, aq më pak kur kjo bëhet për qëllime politike. Për këtë arsye të gjithë strukturat e partisë do të jenë në dispozicion të qytetarëve, ku ata do të mund të bëjnë raportimin e rasteve në të cilat nga ana e individëve të veshur me pushtet, apo nga ana e institucioneve ju bëhet çfarëdo lloj presioni apo ju mohohet ndonjë e drejtë e garantuar, thonë nga PD-SH-ja. Në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit Qendror të Lëvizjes Besa, që u mbajt në selinë e Shkupit, mes tjerash është diskutuar edhe për zgjedhjet që pritet të mbahen. Për këtë arsye, Këshilli Qendror vendosi që ta formojë shtabin zgjedhor. Me këtë rast, në pajtim me statutin e Lëvizjes Besa, si dhe me mbështetje të shumicës së anëtarëve të Këshillit Qendror, shefi shtabit qendror të Lëvizjes Besa u zgjodh Afrim Gashi, që një herazi e ushtron edhe detyrën e sekretarit gjeneral të Lëvizjes. Këshilli Qendror i zgjodhi edhe antarët e tjerë të shtabit qendror, i cili do të numërojë 7 antar. Këshilli Qendror, konform statutit, e përcaktoi edhe numrin e nënkryetarëve të Lëvizjes, që do të jetë 2, ndërsa ky vendim do t'i kalojë për implementim kryesisë qendrore, e cila e bën zgjedhjen e tyre.
Sipas listës që televizioni Shenja siguroi nga Sekretariati për Eurointegrime, komunat shqiptare dhe organizatat jo qeveritare që gravitojnë nga këto komuna i kanë shfrytzuar fonde tipa të Bashkimit Evropian për projekte që kanë të bëjnë me edukimin dhe emancipimin. Trajnime, edukim, emancipim, aktivitete kulturore dhe të ngjashme dominojnë në projektet të cilat i kanë fituar komunat shqiptare dhe organizatat jo qeveritare që gravitojnë nga këto komuna nga fonde tipa të Bashkimit Evropian. Në thirrjet për bashkëpunim ndërkufitar me Kosovën dhe Shqipërinë dominojnë aktivitetet edukative dhe propaganduese, ndërsa shumë pak vërejnë projekte infrastrukturore, ndërtime objektesh dhe investime kapitale. Sipas listës që televizioni Shenja siguroi nga Sekretariati për Eurointegrime, vërehet dominimi i projekteve të tilla. Agjencia Lokale për Zhvillim në Struk ka fituar projektin Trashëgimia Botërore në Duart të Rinjeve, Komuna e Tetovës projektin Aksioni Grave për krijimin e qendrës teatrale, ndërsa Asociacioni për Zhvillim Rural Lokal në Tetov ka fituar projekt për arsimim, punësim dhe barazi për të rinjt, grupet e marginalizuara dhe minoritetet në Elbasan dhe Bogovin. Organizata jo qeveritare Agjencia për Zhvillim Lokal në Struk ka realizuar projektin Grati kalojnë kufijt për ndryshim, ndërsa Komuna e Dibrës ka fituar projektin Turizmi Alternativ në Dibër. Në thirrjen e parë për bashkëpunim ndërkufitar me Kosovën si projekte infrastrukturore dhe kapitale mund të llogariten rikonstruimi i hapësirave komunale për infoqendrat në komunën e Çajirit, ndërtimi i shtigjeve për bjeshkatar në të dy drejtimet në Gostivar dhe Dragash dhe përfundimi i shtëpisë së kulturës në fshatin Mateç dhe hapja e bibliotekës. Por edhe këtyre projekteve u janë bashkangjitur trajnime, edukime dhe aktivitete të ngjashme. Statistikat zyrtare japin pasqyrë negative për numrin e projekteve që kanë konkuruar dhe atyre që kanë fituar. Kështu në thirrjen e parë për bashkëpunim ndërkufitar me Shqipërinë, nga 60 projekte janë miratuar vetëm 14, në thirrjen e dytë janë pranuar vetëm 8 nga 83 kanë aplikuar, ndërsa në thirrjen e tretë nga 123 aplikime janë pranuar vetëm 25 projekte. Ekspert dhe ish kryetar të komunave ditë më parë thanë për televizionin Shenja se shkaku kryesor i mos përfitimit të fondeve evropiane nga komunat shqiptare është mungesa e kuadrove adekuate që dinte përpilojnë projekte sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Shumë aplikime refuzohen për lëshime procedurale dhe administrative. Sipas të dhënave zyrtare nga fondi IPA 1 që ka vlerën prej 614.5 milion euro për gjithë Maqedoninë, janë shfrytëzuar vetëm 61.8%, ndërsa në këtë shifër komunat shqiptare janë përqindje dukshëm më të ulët. Ndryshe, gjatë ditës së djeshme, ndërmjetësi belg në grupet punuese Pieter van Houte lëshoi akuzat të rënda për keqpërdorim të IPA fondeve në Maqedoni. Në një deklaratë për mediat maqedonase, Van Houte tha se ekzistojnë dëshmitar që janë të gatshëm të thonë që edhe atë deri në 40% nga parat nga IPA fondet duhet të kthehen në kesh për shkak të shfrytëzimit jo ligjor. Komunikologët dhe gazetarët janë të mendimit se për të respektuar interesin publik duhet të merret në konsiderat qëndrimi i Komisionit të Venecias për vazhdimin e publikimit të bisedave të përgjuara. Media duhet të kenë kujdes kur raportojnë, me qëllim që të mos thyejnë limitet mes informacioneve me karakter publik dhe të atyre me karakter privat. Për të ndërgjegjësuar qytetarët në këtë drejtim, sipas komunikologes Elena Stojanovska, media duhet që të bëjnë kujdes kur për burimi informacioni i referohen rrjeteve sociale. Për fat të keq, mund të them se kemi raste kur nuk aplikohet balanci mes publikes dhe privates. Kohëve të fundit kemi raste të shumta ku informacionet merren nga rrjetet sociale dhe mediat i përdorin të njëjtat informacione për të bërë lajm. Sipas gazetarit Zoran Bojarovski, produktet mediatike duhet i nënshtrohen testit i cili verifikon interesin publik në përmbajtje. Bojarovski shton se për të respektuar interesin publik, duhet të merret në konsiderat qëndrimi i Komisionit të Venecias për vazhdimin e publikimit të bisedave të përgjuara. Nëse Maqedonia dëshiron të dëshmojë para bashkësisë ndërkombëtare se është shtet në të cilin sundon e drejta, demokracia dhe interesi publik, duhet që seriozisht ta merr në konsiderat qëndrimin e Komisionit të Venecias. Për juristin Vojislav Stojanovski, bisedat e përgjuara dhe raporti i prokurorisë speciale hedhin dyshime se sovraniteti nuk buron më nga qytetarët, por nga partitë politike. Edhe në bisedat e përgjuara, edhe në deklaratën e prokurores speciale, ditë më parë dëgjuam që ekzistojnë dyshime serioze se vallë sovraniteti buron nga qytetarët apo nga ndonjë qendër politike. Teza ime është që ka dyshime serioze që sovraniteti i qytetarëve është kidnapuar nga partitë politike.
Në debatin e organizuar nga Instituti për Studime të Komunikimeve, u diskutua edhe për rëndësinë e informacioneve që institucionet i ndajnë me mediat përmes komunikatave dhe qëndrimeve. Pjesë e debatit ishte edhe çështja e pjesëmarrjes së qytetarëve në njohjen e problemeve me karakter publik dhe ndarjen e tyre në opinion përmes iniciativës për qytetari digjitale Res Publica. Ndrojmë temë, organizata Vizion M në bashkëpunim me Provitan organizuan në Tetov aksion për durimin e gjakut. Organizatorët thonë se aksionet e tilla kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për të dhuruar gjak. Shoqata jo qeveritare Vizion M në bashkëpunim me organizatën Provita kanë ndërmarrë një aksion humanitar për dhurimin e gjakut në Tetov. Drejtori i transfuzionit rajonal për Maqedoninë Perëndimore Ekrem Ismani tha se fluksi i donatorëve ka qenë mjaftueshëm dhe aksioni ka rezultuar i suksesshëm. Aksionet me këtë shoqatë humanitare domethënë kanë filluar të jenë tradicionale, ma veç është viti i tretë. Interesi është shumë i madh, donatorët vite nga vite fillojnë numri i tyre të jetë dukshëm i rritshëm. Ndërkohë, nga organizata Vizion M dhe Provita, u shpreh se aksionet e tilla për dhurimin e gjakut kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve. Kjo aksion është hera e tretë me radhë që organizohet dhe në vitin e parë kemi pasur rreth 30 vullnetar që kanë dhuruar gjak. Në këtë aksion shpresojmë që ky numër të rritet dhe të vazhdojë viteve të tjera. Do të thonë, qëllimi i gjithë këtij aksioni është sensibilizimi i njerëzve për të dhuruar gjak dhe për të shpëtuar një jetë njeriu. Provita është shoqata qytetare për kulturë dhe edukim shëndetësor, i cili me aktivitetet në sotëm në bashkëpunim me shoqatën kulturore Vizioni M mbajti aksionin në dhurimin e gjakut. Gjithashtu Provita është një shoqatë qytetare që mban edhe aktivitete tjera sensibilizuese. Nga Vizion M kanë bërë të ditur se aksionet e tilla do të organizojnë edhe në të ardhmen. 17 vjet më parë NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe. Tribunali i Hagës ka dënuar me 40 vjet burg ish liderin e serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić. Ecim me lajmet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. 17 vjet më parë, NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe, duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton, duke i krahasuar ngjarjet në Kosovë me ato të Holokaustit, pati deklaruar se NATO-ja u dha fund përpjekjeve të qëllimshme dhe sistematike për spastrim etnik dhe gjenocid. 17 vjet më parë, NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe, duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Sulmet filluan më 24 mars të vitit 1999, pak para orës 20 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se përfshirja e NATO-s në luftën e Kosovës shënon fillimin e fundit të okupimit të Kosovës nga regjimi kriminal i Serbisë. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se 24 marsi është një ditë historike. Fushata e bombardimeve nga ajri që zgjati 78 ditë në tokë u shfrytzuan nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve, ndërsa rreth 5000 të tjerë në fund të luftës llogariteshin si të zhdukur. Presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton, duke krahasuar ngjarjet në Kosovë me ato të Holokaustit, pati deklaruar se NATO-ja dha fund përpjekjeve të qëllimshme dhe sistematike për spastrim etnik dhe gjenocid. Më 10 qershor të vitit 1999, NATO-ja nënshkroi marrëveshje me ushtrinë jugoslave për tërheqjen e tyre të plotë nga Kosova, ndërsa 2 ditë më vonë trupat paqëruese të KFOR-it hynë në Kosovë, duke dhënë fund luftës. 17 vjet më vonë, rreth 5000 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë e Kosovës dhe prania e kësaj force pritet të vazhdojë për një kohë të gjatë. 9 vite pas ndërhyrjes së NATO-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj, e cila deri tash është e njohur nga mbi 100 vende të botës. Gjykatësit e Tribunalit të Kombeve të Bashkuara të Hagës kanë shpallur vendimin se ish lideri i serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić, është fajtor për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Ai është dënuar me 40 vjet burg. Gjykata ka deklaruar se si komandant suprem i Republikës Serbe të Bosnjës, Karadžić në vitin 1995 kontrolloi forcat serbe që masakruan 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Kjo ishte masakra më e tmerrshme pas luftës së dytë botërore.
Gjykatësit e Tribunalit të Kombeve të Bashkuara të Hagës kanë thënë gjithashtu se Karagjiç është përgjegjës për krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje dhe përndjekje në komunat e Bosnjës, një nga 2 akuzat kryesore me të cilat ai përballej. Ai është liruar nga akuza për gjenocid në ndërlidhje me komunat. Kjo akuzë e dytë për gjenocid e akuzonte atë për udhëheqjen e një fushate për spastrim të myslimanëve në Bosnjë si dhe kroatëve nga të gjitha qytetet në vend. Terroristi që u mbijetoi sulmeve të Parisit, Salah Abdel-Selam, i arrestuar të premten në Bruksel, nuk do të kundërshtojë ekstradimin nga Belgjika në Francë. Lajmi është bërë i ditur nga avokati i tij, Sven Mary, gjatë një deklarate për mediat franceze. Avokati tha se Abdel-Selam dëshiron që të ekstradohet sa më shpejt në Francë për të shprehur për gjithçka di për aktet terroriste të 13 nëntorit të vitit kaluar në Paris. Por Sven Mary tha se klienti i tij nuk dinte asgjë për sulmet e ndodhura të martën në aeroportin Zaventem dhe në stacionin e metros në Maelbeek në Bruksel. Dhe për këtë arsye ai tha se nuk do të bashkëpunojë me autoritetet belge. Aktualisht mes zyrtarëve të sigurisë në Belgjik ekziston bindja se aktet terroriste në Bruksel ishin një hakmarrje ndaj arrestimit të Abdel-Selamit. Më herët, Abdel-Selam ishte shprehur se do të kundërshtonte ligjërisht ekstradimin e tij drejt Francës, por duket se avokati e ka bindur të mos e bëjë këtë gjë për arsye që ende nuk dihen. Rusia ka aktivizuar fluturimet drejt pushimores Antalya në Turqi, duke hequr kështu ndalesën të vendosur pas rrëzimit të avionit ushtarak rus nga ana e Turqisë në nëntor të vitit të kaluar. Autoritetet ruse për fluturime civile, Rosaviantion, i ka dhënë leje kompanisë Ural Airlines të kryejë fluturimet komerciale për në Antali, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti. Agjencia nuk je pas një sqarim plotësues. Ural Airlines do të fluturojë në destinacionin më të popularizuar për rusët, Antali, 7 herë në javë me piknisje nga Rostov-on-Don dhe Kaza. Rikujtojmë se Kremlini ndaloi shitjen e pakove turistike dhe fluturimeve charter për në Turqi si rrjedhoje e incidentit me rrëzimin e avionit rus nga ana e avionit turk F-16 më 24 nëntor, pasi paraprakisht ishte konstatuar se avioni rus kishte shkelur hapësirën ajrore të Turqisë afër kufirit me Sirin. Të paktën 19 punëtorë kanë humbur jetën në një aksident që ka ndodhur në një minier qymyri në provincën Shanxi të Kinës Veriore, njoftojnë mediat kineze. Raportohet se ishin 129 persona në tokë kur ka ndodhur aksidenti, me çrast 110 prej tyre shpëtuan. Akoma nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Qeveria kineze ka bërë përpjekje për të përmirësuar kushtet e sigurisë në minierat e këtij vendi, të cilët janë ndër më vdekjeprurset. Më parë gjatë këtij muaji në provincën verilindore e Jilin, të paktën 12 persona u vranë pas një rrjedhje gazi në minier qymyri. Shikues të nderuar, ndoqët edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.